Një qytetar ka denoncuar në redaksin tonë një situatë skandaloze në spitalin e Shkodrës, ku ishte paraqitur për të dhuruar gjak. Ai shprehej i tronditur nga kushtet të papërshtatshme dhe të rrezikshme në të cilat ruhen qeset e gjakut që dhurohen nga qytetarët. Sipas tij, frigoriferi ku ruheshin qeset e gjakut ishte i fikur dhe i vjetër, ndërsa në mungesë të kushteve, qeset vendoseshin në përvazën e dritares për të freskuar. Ai ka dërguar edhe foto që dokumenton këtë gjendje shëtësuese. Denoncimi i plotë i qytetarit. Përshëndetje. Dua të denoncoj një rast në spitalin e Shkodrës. Kam qenë sot për të dhuruar gjak dhe kushtet ishin skandaloze. Qeset e gjakut ruheshin në një frigorifer të vjetër, të fikur. I linin dhe në përvazën e dritares, se s'kishin kushte të tjera. Përveç kësaj, kishte zero pritje, arrogancë dhe nerva nga stafi. Pritesha të më merrnin gjakun me vonesë dhe qëndrova në tension. E kam të dokumentuar me foto dhe video. Ky rast ngre shqetësimin serioz për sigurinë e ruajtjes së gjakut dhe mungesën e respektit ndaj dhuruesve vullnetar, të cilët përballen me arrogancën e stafit dhe mungesën e kushteve më bazike. Redaksia jon i bën thirrje autoriteteve të reagojnë urgjentisht për këtë situatë të papranueshme në një institucion shëndetësor që duhet të garantojë sigurinë e pacientëve dhe respektin ndaj qytetarëve.